dhe tani më jemi plotësisht gati edhe për të përballuar sfidën e përvitshme të sezonit të nxehtë ku betejë me zjarret është e pashmangshme. Të gjithë helikopterët e forcave tona ajrore janë në punë, në ndërkohë po punohet edhe për të shtuar kapacitetet për sezonin dhe nga ana tjetër me aktin e ri normativ të qeverisë një numër tjetër helikopterësh Black Hawk nga Shtetet e Bashkuara do t'i shtohen këtyre forcave. Dhe Shqipëria do të bëhet vendi ku kapaciteti i helikopterëve qoftë luftarak, qoftë për emergjenca civile, do të jetë ndër më të spikaturit e rajonit.